Mirë se vini në Euronews Albania. Ky emision nuk nis nga studio, por nis nga rrugët e fshatit. Nis nga ata njerëz të cilët qajnë hallet e tyre, flasin për problematikat, nga ato rrugë pa asfalt, nga ato shtëpi pa ujë dhe nga ato fshatra të cilat çdo ditë më tepër po boshatisen nëpër Shqipëri. Në 2011, kur u zhvillua censusi në Shqipëri, rezultoi që në gjithë rrethin e Devollit ishin diku rreth 26.700 e disa banor që jetonin. Në 2023-shin, rezultoi që kishte vetëm 19.700 banor, që do të thotë më tepër se 1/4 e popullsisë në rrethin e Devollit është larguar duke emigruar në vendet e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm. Sot, në Devoll, në Kapshtic, në Kuril, në Vishocic, në fshatra të tërë të cilët kanë edhe potencial turistik, siç është Sinica, Nikolica, Arza, banorët po largohen, duke ju vendosur kyçin shtëpive të tyre e duke mos e kthyer më kokën pas.